Tu në gjatë jeta uroj të jeni mirë. Gjatë ditës së djeshme, miq të shumë nga Kosova më kanë shkruar, por edhe nga diaspora, më kanë thënë Kreshnik, të lutem na bëj një skanim të dëshmisë së generalit Wesley Clark për gjykatën speciale në Hag, dhe cilat ishin dhe do të jenë efektet dhe pasojat e kësaj dëshmie në rrafshin mikro dhe në rrafshin makro. Atëherë, si dëshmia e Wesley Clark shpërbon, shkërmoq dhe i thërmon akuzat e speciales, mesazhet e generalit Wesley Clark për BE-n, Serbinë, Rusinë, për Ballkanin në tërësi dhe për të gjithë aktorët e tjerë të cilët kërkojnë të kenë ndikim në Ballkan, do të ndalemi në këtë bisedë të shkurtër të kuptojmë prapa skenat, mesazhet dhe qëndrimin amerikan lidhur me specialen, lidhur me 4 drejtuesit, ish drejtuesit e UÇK-s pra, dhe lidhur me momentin e ri gjeopolitik në cilin ndodhet rajoni. Unë do të përpiqem në mënyrë të shpejt të shkodojmë të gjitha mesazhet dhe nën tekstet dhe nën tekstet, mesazhet e koduara dhe të dekoduara të generalit Wesley Clark, i cili ka bërë një bombardim me mesazhet e tij për të projektuar dhe për të ndërtuar një skemë të re gjeopolitike në rajonin e Ballkanit. Fillimisht, dua që të jemi të qartë, përpara se të shkojmë në analizën e hollësishme të situatës, që duhet kemi parasysh se generali Wesley Clark nuk ka ardhur në gjykatën speciale thjesht për të mbrojtur Hashim Thacin si Hashim. Vjen për të mbrojtur trashëgiminë e NATO-s dhe bashkëpunimin e saj me UÇK-n, trashëgiminë politike dhe trashëgiminë e lirisë që lidhet me të drejtën e popullit shqiptar të Kosovës për të mbrojtur lirinë e tyre dhe për të shpëtuar nga regjimi gjakatar i Miloševićit. Wesley Clark ishte personi i cili ngjizi aleancën midis NATO-s dhe përpjekjeve dhe gjakut shqiptar për lirinë e Kosovës. Ndaj, duhet të kuptojmë ata të cilët kanë nevoja për ta përdorur politikisht, qoftë nga palët që janë duke u përplas brenda Kosovës, ajo që ka ndodhur me Wesley Clarkun, ju them miqësisht, është përtej palëve në Kosovë, është përtej PD-s, përtej VV-s, përtej Albin Kurtit, Hashim Thachit, Jakub Krasniqit, Kadri Veselit, e kështu me radhë, përtej të gjithë klasës politike, është mesazh shumë më i madh. Shumë shpejt i shohim në mënyrë të përmbledhur se cilat ishin mesazhet dhe dëshmit kryesore të generalit Wesley Clark, dhe më pas të përpiqemi t'i dekodojmë se cilat janë mesazhet dhe cila është arkitektura e re, struktura e re e sigurisë në Ballkan dhe aleancave në Ballkan dhe ekuilibrave gjeopolitik në Ballkan, të cilat i imponon apo tenton që t'i vendos kjo dëshmi e generalit Clark. Wesley Clark ka përfunduar pra dëshminë e tij në dhomat speciale në Hag dhe ka dalë aty pra si dëshmitar i mbrojtjes për Hashim Thacin. Ai ka theksuar se UÇK-ja është një ushtri e cila ka luftuar për liri dhe një përfaqësuese e një populli i cili ka refuzuar ta pranojë shtypjen dhe pushtimin. Ai ka argumentuar kundër etiketës që është vënë UÇK-s, se ajo është një organizatë terroriste. Sipas tij, kur njerëzit luftojnë kundër shtypjes, ata nuk quhen më terrorist, por janë luftëtar lirie. Edhe kjo është një rregull mbar botëror në të gjithë botën. Çdo kush që lufton për lirinë e tij, për lirinë e popullit vet dhe për lirinë e kombit vet dhe për lirinë e tokave të veta, nuk është njeri terrorist. Si do që ta quaj, le ta quaj gjithë bota terrorist. Nuk është terrorist ai që lufton për lirinë e vet dhe të popullit vet. Pastaj, kush i quajnë terrorist, sa i quajmë terrorist, sa nuk i quajmë terrorist, këto janë konjunktura globale që lidhen me interesat politike makro. Ai ka thënë generali Clark gjithashtu se nuk ka prova absolutisht të bindshme që ushtria çlirimtare e Kosovës ka kryer spastrim etnik në drejtim të serbëve. Clark është frymëzuar gjithashtu në dëshminë e tij dhe ka sjell edhe një bombë tjetër të rëndësishme, që është përpjekjet diplomatike, që është e lidhur me përpjekjet diplomatike. Në kuadër të sjelljes së përpjekjeve diplomatike, generali Clark ka përmendur takimet e NATO-s me
të ati pra me Miloševićin, Slobodan Miloševićin, të cilit i ka kërkuar hapur tërheqjen e trupave të tij prej Kosovës. Në këtë takim të Clarkut me Miloševićin ka theksuar diçka shumë të rëndësishme. Ai ka thënë me fjalë të rënda, unë do t'i vras të gjithë shqiptarët, apo unë i vras të gjithë shqiptarët. Një deklarat e cila tregon në thelb harbutërin, kriminalitetin, kafshërin dhe agresivitetin e Miloševićit dhe të makinerisë së tij vrase. Jo rastësisht e sjell Clarku këtë dëshmi, sepse nuk ka njëri dyshim se Miloševići ishte autori dhe dirigjenti i gjithë kësaj, por ai synon që të sjell kafshërin dhe nivelin e brutalitetit dhe të terrorit që kishte në synim Miloševići ta kryente në drejtim të popullsisë shqiptare në Kosovë. Clark ka thënë gjithashtu se gjatë luftës NATO-ja e kishte njohur mirë lëvizjen serbe dhe e monitoronte me kapacitet ajror, por që dhura serbe ishte reale dhe e papajtueshme me të drejtat e shqiptarëve. Sipas zotit Clark, UÇK-ja nuk kishte zinxhir komandues, nuk kishte pra një ushtri konvencionale dhe komandantët ishin komplet autonom, kishin autonomi. Clark ka thënë gjithashtu se Hashim Thaçi nuk ishte një komandant ushtarak, por ai kishte vepruar duke mos e pas idenë të qartë ushtarake dhe duke mos pas eksperiencë të madhe ushtarake, dhe se Hashim Thaçi nuk kishte patur kontroll të plot mbi strukturat luftarake. Pra, nuk ishin struktura ushtarake të ngjashme me një ushtri konvencionale, pra me një forcë konvencionale. Ai ka thënë që ka pasur mosmarrëveshje shumë të mëdha ndërmjet Amerikës dhe Francës për veriun e Kosovës. Kjo është shumë e rëndësishme. Clark është ankuar dhe ka treguar me mënyrë shumë të hollë se si Clark është ankuar se francezët aso kohë kishin urdhëruar që të mbrojnë serbët në këtë zonë. Pra, edhe aso kohë del edhe një herë dëshmia e generalit Clark, e cila tregon një qëndrim preferencial të Francës në drejtim të interesave të Serbisë kundrejt atyre shqiptarë. Clark ka vlerësuar gjithashtu se NATO po i përdorte sulmet ajrore si mjeti më i fundit, pra i kishin konsumuar gjitha, madje i kishin shkuar edhe te kriminali Milošević për të folur me të, por përgjigjja kishte qenë ne do t'i zhdukim të gjithë shqiptarët. Dhe pas një diskutim, ky ishte momenti i kthes që sipas generalit Clark e kthen lojën e NATO-s. Ai ka thënë gjithashtu se gjatë luftës ai ka patur shqetësime serioze për viktimat civile dhe ka kërkuar që sulmet të jenë të targetuara jo ndaj civilëve. Ai ka falenderuar gjithashtu, është falenderuar nga protestuesit, OVL-ja e UÇK-s, Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, të cilët e konfirmojnë dëshminë e generalit Clark si një dëshmi që ka nxjerrë për gjykatën speciale dhe për gjithë botën të vërtetën historike të luftës së popullit shqiptar dhe sakrificën e madhe të popullit shqiptar dhe të luftëtarëve të UÇK-s dhe gjakun e derdhur për lirinë e Kosovës. I gjithë thelbi i dëshmisë së generalit Clark, përveç të tjerave, të cilat do t'i shohim tani hap pas hapi, cilat ishin mesazhet e tij të koduara, ai pra shprehu besimin e tij të plot. Dhe kur themi Clark, do të thonë NATO, do të thonë Amerika, se UÇK-ja kishte karakter mbrojtës dhe nuk ishte një ndërmarrje kriminale, siç pretendon gjykata speciale, duke kundërshtuar dhe duke i goditur me atom akuzat e ngritura ndaj udhëheqësve të UÇK-s. Tashmë, përse e bën generali Clark këtë mesazh, këtë dëshmi në këtë nivel kaq të lartë, pra, sepse duhet kuptoni e përsëris për ata që nuk e kanë dëgjuar emisionin e shkuar, generali Clark
nuk është thjesht një ushtarak, as nuk është thjesht një ish shef i NATO-s. Generali Clark është një grup shumë i madh brenda Pentagonit, është një pushtet shumë i madh. Ata që nuk e njohin duhet ta kuptojnë. Clark është përtej Partisë Demokratike, është përtej Hillary Clintonit, përtej Madeleine Albright, përtej establishmentit kohës. Generali Clark është më i madh se shumë prej këtyre emrave. Është shumë me peshë shumë më të madhe se sa Clintonët, Obamat e gjithë establishmenti i Partisë Demokratike. Pra, dëshmia e Clarkut nuk është thjesht një dëshmi e mbrojtjes së narrativës historike të kohës dhe të qenit në krah të shqiptarëve të Partisë Demokratike Amerikane apo të Clintonëve, të Albrightit, të Obamës, të Bidenit dhe të gjithë këtyre njerëzve apo skifterëve të Partisë Demokratike Amerikane. Është mesazh më i madh, është mesazh i një pjese shumë të fuqishme të Pentagonit dhe një pjese shumë të madhe të Amerikës. Tashmë të kuptojmë cilat ishin mesazhet e koduara për secilin nga lojtarët, nga generali Clark, qoftë për specialen, qoftë për serbët shqipfolës brenda në Kosovë, të cilët duke goditur UÇK-n, duke u justifikuar me goditjen kundër të korruptuarit Thaçi ka mëkatet e veta në politik, të cilën unë e kam goditur pafundësisht kur ka qenë pushtet, sa herë ka bashkëpunuar me Ramën, por këtu nuk po mbrohet Thaçi si Thaç, këtu po mbrohet narrativa. Thaçi ka qenë një përfaqësues. Dhe serbët shqipfolës brenda Kosovës, të cilët nëpërmjet goditjes së Thaçit kërkojnë të godasin UÇK-n, në thelb nuk po godasin Hashim Thaçin. Thaçi nuk i bin ndërmend nëse sulmojnë këta. Thaçi ka ndërmend dali nga atje. Dhe të kthehet, vazhdoj lojën politike brenda Kosovës, nëse i thonë amerikanët futun lojë. Problemi është që brenda Kosovës gjykata speciale dhe lobet ndërkombëtare, të cilat janë shqipfolës dhe luajnë për Serbinë, nëpërmjet goditjes së UÇK-s synojnë të rënojnë dhe të thermojnë narrativën e lirisë, e ushtrisë dhe gjakut, ushtrisë kombëtare të Kosovës dhe gjakut të derdhur për Shqipërinë dhe për Kosovë, pra për lirinë e Kosovës, se Kosova Shqipënia është. Cilat janë mesazhet e koduara? Mesazhi i parë është për Serbinë. Nga generali Clark, mesazhi i koduar është: ju kurrë nuk keni qenë viktimë në këtë konflikt. T'jeni qartë. Duke thënë kërcënimin e Miloševićit i vras të gjithë shqiptarët, generali Clark është duke folur për spastrim etnik serb, dhunën sistematike dhe për kafshërinë e makinerisë vrasëse të Slobodan Miloševićit. Dhe mesazhi është i qartë. Serbia e ka humbur moralisht çështjen historike. Debatin historik me shqiptarët e keni të humbur. Dhe Hagës dhe gjykatës speciale, cila do qoftë pas saj, nuk i lejohet ta relativizoj këtë çështje. Clarku e zhvesh Serbinë nga narrativa që po tenton të rikthej sot Serbia me investimin e saj të jashtëzakonshëm, në të cilën thot ne u sulmuam nga NATO padrejtësisht. Pra, tentativa e pasardhësit të Miloševićit, nxënësit të tij të vullnetshëm dhe nxënësit të tij më të mirë, Aleksandar Vučić, që ishte ne u sulmuam nga NATO padrejtësisht dhe ne jemi serbët e shkret, jemi viktimat e Ballkanit dhe ne jemi aq të mirë sa që nuk na e ka puthur buzën askush tjetër përveç mamit tim. Mesazhi i dytë është i fshehur për shqipfolësit brenda Kosovës, shqipfolësit serb brenda Kosovës. Një, UÇK-ja nuk ishte organizatë terroriste, por ishte lëvizje çlirimtare, dhe kur Clark thot, kur kalojmë nga luftëtar, kur kalojmë kundër shtypjes dhe kundër pushtimit dhe kundër represionit dhe dhunës, njerëzit nuk janë më terroristë, nuk pushojnë se qenë terroristë, por janë luftëtar lirie. Ai në këtë mënyrë pra tenton të rivulos legitimitetin historik të gjakut të derdhur për Kosovë dhe legitimitetin historik të luftës së Kosovës për lirinë e saj. Dhe kjo është goditja më e fortë që vjen për narrativën e prokurorisë speciale, të cilën e bën këta vetë. Pse e bën? E bën sepse janë lëpirësa, janë llapista, sepse nuk kanë pas në interesat e vet. Tash më shkuan për e paguajnë. Thaçi është mëkatar në këtë.
Se tha që ishte ai që thonte do ta bëjmë, sepse donte t'i lëpihej establishmentit kohës dhe perëndimit. Ishte si ky i Tiranës. Edhe ky i Tiranës, Edi Rama, të njëjtën gjë ka bërë. Kur ishte Hillary Clinton, doli ke CNN dhe tha Trumpi është turpi i botës dhe rreziku më i madh që i ka noset njerëzimit. Erdhi speciale, tha po do bëjmë specialen, mori helikopter, shkoi në Kosovë, i mblodhi liderët gjithë bashkë, o votoni specialen, tha ose s'ka. Rama kështu. Tashmë don me hyp ke barka e Trumpit që duan me nxjerr Hashim Thaqin të godasin Albin Kurti brenda Kosovë. Pra, kalkulimet e këtyre mos më interesojnë se këta janë të komplet të shitur. Këta janë komplet të shit, sepse ata nuk duhet ta kishin pranuar gjykatën speciale që në fillim. Por ky është debat tjetër. Vjen Wesley Clark tani edhe jep mesazh burokratëve sorosian të Brukselit dhe gjithë këtyre larvave që luajnë me narrativën historike dhe u thot, unë kam ardhur këtu me të gjithë peshën e Amerikës për të rivulos legitimitetin e UÇK-s dhe për të përforcuar narrativën historike të lirisë dhe të luftës popullit shqiptar për të shliruar nga okupatori serb. Mesazhi pra i nënkuptuar është se Haga dhe asnjë gjykatë speciale apo stërë speciale nuk mund të gjykoj UÇK-n sikur të ishte një kartel i Sinaloas në Meksik, me të cilat ka lidhje ky i Tiranës, ose si të ishte një ushtri pushtuese. Është e pamundur, është e paperceptueshme. Lufta pra e UÇK-s ishte një ushtri çlirimtare. A ndikon kjo pa diskutim që kjo ndikon kjo dëshmi, sepse kjo godet themelet e akuzës së prokurisë speciale ndaj liderëve të UÇK-s. Mesazhi i fshehur dhe i dekoduar për një pjesë të Europës, për pjesën anti-shqiptare të Europës. Thot generali Clark, kur thot Europa atëherë ishte e përçarë, edhe sot, dhe edhe sot është e paaft për SBA-n, Clark fol qartë dhe i thot Europës, në qoftë se do të luani me narrativën e përzënies Amerikës nga Ballkani apo nga Europa, do të dështoni dhe do të shkatërrohet Europa. Është mesazh i qartë. Dhe kur foli për mosmarrëveshjet me Francën lidhur me Kosovën dhe Serbinë, ka fol gjithashtu për mungesën e kapaciteteve europiane për t'i dhënë drejtim historive të tilla dhe ka folur gjithashtu për rolin vendimtar të SBA-s në Kosovë. Kush është mesazhi? Mesazhi është se Europa nuk ishte në gjendje ta përballonte Serbinë, ose sepse nuk kishte fuqi, ose sepse nuk donte, sepse ishte në anën e saj, apo qarqe të rëndësishme brenda Europës i rrihte zemra Serbi dhe ishin në krahun e Serbisë. Kush është mesazhi thelbësor në këtë? Mesazhi thelbësor është SBA është garancia e vetme për sigurinë në Ballkan. Kështu që ju të tjerë thotë, jeni të gjithë kot, hidhni ajër kot, hapni gojën kot, folni kot, sepse e dim kush është me Serbinë, kush është me shqiptarët, e dim se kush e do stabilitetin e Ballkanit dhe kush nuk e do. Ky është mesazhi. Dhe ky tekst dhe ky mesazh godet direkt ambicien e Bashkimit Evropian apo të segmenteve dominuese brenda Bashkimit Evropian për atë që quhet autonomia strategjike e Europës nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sikurse kemi një mesazh të fshehur për Francën, që Franca e ka mbrojtur Serbinë dhe vazhdon ta bëjë edhe sot. Ky ishte mesazhi i generalit Clark dhe u tha europianëve që sido që të luani, ne kemi marrë mesazhin dhe ne dim që po luani në këtë frymë. Po luani në këtë mënyrë dhe nuk jemi të pavëmendshëm ndaj kësaj. Clark e tha e zeza mbi të bardhë. Francezët u pozicionuan në mbrojtje të Serbisë dhe të serbëve në veri. Dhe ata krijuan probleme për NATO. Kush është mesazhi? Mesazhi është i qartë. Franca historikisht ka sabotuar interesat shqiptare, a do kthehet tani do të balancoj lojën, nuk e dim, por këtë e ka bërë se e tha Clarku e përsëriti. Edhe në Hag ndikimi francez është i pranishëm. Pra, Clark duke godit narrativën franceze në këtë moment, është duke i thënë Francës që mos ndërhyni në Hag
për të prishur lojën tonë dhe lojën narrativën historike të UÇK-s, sepse ne dim që ju po ndikoni tek burokratët e Europës, të cilët kanë ndikim mbi gjykatën speciale të Kosovës. Dhe kjo është një shuplak diplomatike shumë e kujdesshme dhe shumë e rafinuar. Mesazhi i koduar i Wesley Clark për Ballkanin kush është? Në Ballkan, ky është mesazhi më i madh i gjithë kësaj bisede, i gjithë narrativës, i gjithë dëshmisë së tij. Ky është mesazhi themelor, kjo është kolona vertebrale e dëshmisë së generalit Wesley Clark, i shefi i NATO-s. Cili është mesazhi madhor? Mesazhi madhor, shtylla kurrizore është: në Ballkan fiton ai që ka Amerikën me vete dhe nuk fiton ai që ka tokën. Pra, çfarëdo që të luani, çfarëdo skeme që të luajnë lojtarët e vegjël dhe të mëdhej, lojtarët e vegjël, të mesëm dhe të mëdhej, mesazhi i Clarkut ishte: Amerika nuk ka vdek, SBA-ja s'ka vdek, shqiptarët sa të jemi ne nuk do t'i nxirrni dot nga loja, sepse duke godit shqiptarët keni godit narrativën tonë. Dhe mesazhi ishte: nuk fiton në Ballkan kush ka drejt, kush ka tokën, kush ka këtë, kush ka narrativën, kush pushton mediat, kush pushton Ballkanin me ekonomi dhe me media dhe me gazetar dhe me analistë dhe me spionat e serbisë. Jo. Ballkanin e ka ai që ka Amerikën me vete, e thot Clark. Si do tjetë, se çfarë plani kanë, do ta shohim në vijim. Pra, mesazhi i Clarkut ishte edhe për çlirimtarët e Kosovës që UÇK dhe populli shqiptar, po të mos kishit Amerikën nga mbrapa, ju nuk do ta fitonit luftën, edhe sikur të kishit ja 700 palë UÇK. Mesazhi është i qartë që mos filloni, mos mendoni të filloni ta dridhni, se ne po ju monitorojmë. E dim pra. Ju çlirum ne, po thonë ata. Kishit UÇK-n, po, e mbështetëm ne UÇK-n, thot, dhe po e mbrojmë ne UÇK-n, po pa ne nuk e fitonit dot. Dhe askush thot nuk fiton Ballkan pa ne. Është mesazhi për të gjithë lojtarët këtu. Mesazhi tjetër: Serbia e humbi lojën, thot, sepse u përplas me Amerikën. Çfarë do thot kjo? Kushdo që do përplaset me SBA-n do humbas lojën. Është mesazh qarsh, do ta godasin, do ta shkatrojnë, do ta nxjerrin jashtë loje. Po mira, s'kemi ne drejt me të luajt me të gjithë. Kjo është debat tjetër, hajde do ta bëjmë më mbrapa. Mesazhi i Wesley Clarkut është: Serbia e humbi lojën sepse u përplas me ne. Kjo është për ata që kanë vesh. Kushdo që do tentojë të përplaset me ne do humbas lojën. Kaq. Sepse ne nuk kemi bërë ende, s'kemi marrë ende vendim me u tërheq nga Ballkani. Kjo është ajo që po thot ai, zotnia. Mesazhi tjetër i rëndësishëm është që Franca, BE-ja, të gjitha fuqitë e Europës bashkë me Rusinë nuk mundet të vendosin për Ballkanin as për Kosovën pa vullnetin e Washingtonit. Ky është mesazhi. Nuk ka ardhur kot zotnia atje me mbrojt tashim faqen. Ka ardhur me dhën makro mesazhe, sepse përfaqëson një peshë shumë të madhe. Pra, rilidhja me SBA-n o Europë, o Europian, edhe ju o Ballkanas, lidhja me SBA-n është e vetmja garanci që keni, përndryshe do t'ju shpartallojnë. Si e din ai. Mesazhi tjetër: kush del nga orbita amerikane do shkatërrohet. 2. Dhe kush tenton të nxjerrë Amerikën nga Europa do shkatërrohet. Pra është mesazh për Europën. Pra vazhdoni si ta luani, do ta luajnë. Ose shkojnë për plasje kokë në kokë, ose do merremi vesh. Çfarë do bëjnë ata din. Mesazhi i fshehur është për gjithë rajonin këtu, nuk është vetëm për serbët, është për gjithë lojtarët, është për lojtarët e mëdhej politik, për Ramën, Berishën, Kurtin, Thaçin, Ali Ahmetin, gjithë çka ka me lojtarë në Ballkan, është mesazhi është i qartë. Mesazhi i fshehur dhe i koduar për Rusinë është që Rusia ka qenë gjithmonë burimi i destabilitetit në Ballkan, duke akuzuar Miloševićin për brutalitet, kafshëri dhe anti-njerëzor, si një qenie kafshërore anti-njerëzore. Clark në mënyrë indirekte akuzon edhe Moskën, akuzon edhe Putinin, sepse ai e lidh Serbin kafshërore të asaj kohe me politikën e sotme ruse dhe tregon se pse SBA-ja duhet mbetet në rajon në Ballkan dhe cilat janë arsyet pse ajo duhet vazhdojë të qëndrohet aty. Ballkani
thot Wesley Clark, është vija e kuqe e Washingtonit. Pra, nëse ka hezitim që do të bëj Amerika koncesion, nëse ka qarqe brenda Amerikës të cilat duan ta shesin Ballkanin tek serbët, apo tek Moska, apo tek ajo, vjen me një garanci të një pjese të madhe të Pentagonit dhe të Amerikës së thellë. Wesley Clark ju kam thënë, i ka këllqet shumë të forta. Është shumë më i madh se sa që mendojnë disa. Detajet i din ustallarët. Ai thot nëse ka një segment brenda Amerikës, apo segmente brenda Europës, apo segmente të caktuara të cilat duan të flirtojnë me Moskën dhe me interesat e Beogradit për të nxjerrë Amerikën nga loja, apo për të shkel shqiptarët, ai thot mesazhi i tij është që Ballkani është vije kuqe, nuk ka koncesion me Ballkan. Do merremi vesh në Ukrainë, detin e Kinës Jugut, në Izrael, me Gazën, me Iranin, me Koren, me Pakistanin, me Arabinë Saudite, për Arktikun, për Polin e Veriut, për Venezuelën, për Karajibet, për Afrikën, për Somalin, për Sudanin, për Eritren, për Nigerin, për Libin, për Egjiptin. Për të gjitha mund të merremi vesh. Por Ballkani është vijë e kuqe dhe kjo ishte deklarata, kodi tjetër, i mesazhit tjetër i generalit Clark. Dhe mesazhi më i rëndësishëm për projektin gjyqësor, për procesin gjyqësor në tërësinë e tij, që është më i rëndësishmi, që godet dhe thërmon gjykatën speciale të në Hag, është që generali Clark e thërmon bazën ligjore tani juridikisht të prokurorisë. UÇK-ja 1 ishte pa zinxhir komandues të unifikuar. Kjo rrëzon cilën teori apo cilën akuzë. Kjo rrëzon teorinë e krimit të komanduar nga Maja. Nuk kishte hierarki. Thaçi nuk ka dhënë urdhra ushtarak, që do të thotë rrëzohet akuza për komandant suprem. Nuk ishte komandant suprem, ishte thotë më shumë një diplomat se sa një njeri që njihte rregullat e luftës. Nuk i njihte as rregullat e luftës. Nuk ishte për ushtarak. NATO nuk ka gjetur, thotë, prova për spastrim etnik nga UÇK-ja. Godet në zemër akuzën e prokurorisë, pra ka rënë akuza e prokurorisë. Serbia kreu spastrim etnik dhe nuk janë shqiptarët ata që kanë kryer spastrim etnik. Dhe kjo është një dëshmi e cila e zhvendos fajin historik nga shqiptarët ku duan ta përlyen prokuroria speciale tek fajtorët historik që janë serbët. Dhe kjo zhvendosje e fajit historik godet narrativën e speciales. Lufta ishte çlirimtare dhe jo kriminale, dhe juridikisht kjo dëshmi e ndryshon në tërësinë e saj kornizën e vlerësimit. Mesazhi i fshehur është: ky proces nuk duhet të përfundojë me dënime politike, sepse janë politike, dhe nuk ka bazë juridike, as morale, as historike për të dënuar krerët e UÇK-s, dhe prokuroria është jashtë realitetit historik dhe kontekstit gjeopolitik në cilin ndodhi kjo përplasje. Përfundimisht, narrativa e kësaj dëshmia e Clark nuk ishte thjesht një opinion i një ushtaraku, por çfarë ishte Kreshnik? Ishte një mesazh strategjik i Amerikës për rajonin e Ballkanit, për gjithë lojtarët të dukshmit dhe të padukshmit, për aktorët politik me peshë dhe për drejtuesit politik me peshë, dhe për korridoret dhe influencat gjeopolitike të cilat synojnë ndikim në Ballkan. Kishte mesazh moral për Kosovën, kishte mesazh ndëshkues për Serbinë, kishte mesazh paralajmërues për Bashkimin Evropian dhe për Francën, kishte mesazh gjeopolitik për Rusinë, dhe mesazhi më i fortë që ishte se ky proces gjyqësor shkon drejt kolapsit dhe të shmontohet komplet, sepse prokuroria i humbi themelet e kryesore të narrativës së saj, kur dëshmitarët lartë si Wesley Clark dalin dhe japin deklarata që kundërshtojnë ndikimin logjik të akuzës, atëherë rënohet baza e argumentit të prokurorisë. Dëshmitë e ekspertëve po e forcojnë, pra kështu në një farë mënyre, edhe dëshmia e Hillit, edhe e Robinit, edhe e Wesley Clarkut, dëshmuan që ato po forcojnë legitimitetin e UÇK-s. Clark e tregoi qartësisht që
UÇK-ja nuk ishte një organizatë e strukturuar për krime, por një forcë çlirimtare spontane. Pra, spontane që do të thotë e zhbën mundësinë për të qenë organizatë kriminale me hierarki ushtarake, për arsyet që i përmendën më sipër. Pra, ata nuk pranuan shtypjen e popullit të Kosovës. Prokuroria tashmë nuk do të arrijë të provojë zinxhirin komandues për krime dhe kjo rrezon narrativën e saj në proceset ndërkombëtare. Fajësia e liderëve varet nga dëshmia se ata urdhëruan, miratuan ose lejuan krime lufte. Clark, si ish komandanti suprem i NATO-s, është një zë i fuqishëm i cili e hedh në erë këtë lidhje. Procesi gjithashtu e humbi kredibilitetin ndërkombëtar, sepse kur figura të mëdha me peshën e Wesley Clark vinë dhe relativizojnë ose i thërmojnë premisat e akuzës, procesi shihet i dobët, politik, i motivuar dhe i motivuar pra nga balancimi i palëve dhe jo nga provat, nga balancimi i forcave ndikuese politike, por jo nga provat, dhe në këtë mënyrë gjykata rrezikon specialja pra të dështojë në mënyrë spektakolare për të provuar elementin shtetëror të pretenduar se kemi patur krim të organizuar dhe genocid. Akuza bie pra. Dhe kjo pas një diskutim do të ketë impakt në të ardhmen e procesit gjyqësor, sepse nëse rrëzohen dëshmitë kyçe dhe bie narrativa themelore, gjyqtari ose do të detyrohet të sjellë prova të reja, ose akuzat do të zvoglohen, ose në skenarin më të fortë mund të shkojmë drejt shpalljes së non-proven, e paprovueshme, që do të thotë në gjuhë juridike procesi po hyn në një fazë të dobësimit kritik të akuzës,